Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e parë të podcastit Përmes meje, ku sigurisht përmes meje unë do të mundohem që të sjell biseda të këndshme, interesante, motivuese, frymëzuese. Do të kem personalitete të ndryshme me të cilët sigurisht do të ndajmë arritjet e tyre, do të flasim për jetën e tyre, karrierën e tyre dhe të gjitha këto do t'i bëjmë sigurisht gjatë minutazhit të rezervuar për këtë podcast. Unë jam Kaltrina Mustafa Rahimi dhe ne bashkë do të ndajmë biseda të këndshme me të gjithë juve që sigurisht do të vendosni ta ndiqni këtë podcast. Por për ta realizuar sigurisht këtë podcast, duhet që dikush të jetë prapa për të na mbështetur. Dhe në këtë rast është një kompani e re e cila është një kompani inovative në tregun e marketingut social, është RR Group, kompania më e re në tregun e marketingut social në vendin ton, e cila mbështet këtë projekt dhe sigurisht edhe shumë projekte të tjera që do të vinë pas tij. Ndërkohë që kur jemi këtu tek falënderimet, unë do të shfrytëzoj rastin që të falenderoj shkurt edhe ekipin që përkujdeset për mua dhe duken time gjatë gjithë podcasteve dhe emisioneve që do t'i kemi, është Saloni Infinity. Dhe tani do të kem mundësinë dhe rastin për të prezantuar edhe të ftuarin tim të parë, edhe kam kënaqësinë dhe nderin që si mysafir të parë në podcastin Përmes meje ta kem këngëtarin e madh dhe atë frontmenin e grupit legjendar të rockut shqiptar në vendin ton, Aris Ziveri. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën që më bë të jem pjesë e emisionit tuaj. Unë ju dëshiroj një fillim të mbarë dhe besoj të keni shumë sukses. Faleminderit shumë. Jo rastësisht vendosëm t'ju zgjedhim juve pasi kur po bisedonim se këtë të kishim të ftuar të parë, mendonim të kishim ndonjë personalitet interesant që është ende aktiv, që punon dhe që sigurisht pëlqejet shumë nga publiku, e një personalitet i tillë ishit padyshim juve. Se jemi aktiv, ajo është e vërtet, sa do t'jemi interesant atë akoma në vedi. Unë besoj që do t'jeni, pasi keni shumë gjëra interesante për t'i ndarë, që ndoshta edhe nuk i keni nda ndonjëherë, po besoj që do të zbulojmë diçka interesante. Me që jemi tani edhe në muajin e bekuar të Ramazanit, unë shfrytëzoj rastin që në emrin tim dhe gjithë ekipit realizues që uroj këtë muaj të vegat duke ju uruar edhe agjerim të lejë dhe të pranuar. Shumë faleminderit edhe unë gjithë atyre që agjerojnë, ju dëshiroj një agjerim të lehtë dhe të kalojnë sa më bukur këtë muaj të bekuar të Ramazan. Po, pak më para biseduam, më tregove që besimtar i madh edhe nuk jeni, por në këtë rast Ramazanin e respektoni shumë. Pa marrë parasysh nëse jeni në punë, koncerte, kudo që jeni, muajin e bekuar të Ramazanit e respektoni. Ajo është e vërtet, unë Ramazanin e kam pas gjithmonë, ka qenë ajo që gjithmonë e kam agjeruar. Në për shkak punës që kemi nuk mund të jem edhe aq aktiv, për shembull të fali 5 vakët namaz, nuk arrit që ta bëj, nuk do të thotë se ndonjëherë nuk do ta bëj, mirë po Ramazanin e kam mbi të gjitha. Atë a jam në koncert, a jam në Suedi, në Norvegji apo në një shtet tjetër me koncert, gjithmonë e kam agjeruar. Falenderoj Zotit që më ka dhënë shëndetin që të mund të agjeroj. Besoj që edhe më tutje do të jem do të agjeroj. Po, si ndikon Ramazani tek juve? Ju bën njëri më të butë, më të qetë, më kreativ? Nuk ndikon te une, pasi që une nuk jam njeri që pi cigare, nuk më mundon ajo. Dhe me thonë është një normal, si një ditë e zakont për mua, kur edhe një jeti si themi ne, është i pastër atëre, çdo gjë e përballoj pa problem. E përmendët të cigaren, keni treguar shpesh që nuk konsumoni as alkohol dhe në këtë rast ja edhe agjeroni, e nga ana tjetër jeni rocker. Ne kemi komplet përshtypje tjetër po rockerat. Po mund të themi se rockerës, por kur ta marrësh nga jeta e një rockerit, ne për shembull une, po edhe grupi im nuk kemi as rënë nga rockeri. Jo, Jo, se asnjëri nuk është ai që pi alkool. Cigare disa pinë, po cigaria nuk ka të bëjë me atë. Unë nuk kam pirë asnjëherë cigare, do me thonë gjithmonë pija më preferuese e jone e gjithë grupit është uji. Do me thonë, edhe shumica kur shkojmë në për koncerte na afrojnë diçka kështu alkool, se kur u themi se uji ato çuditin farroker jeni. Farrokeri. Edhe ajo është, nuk ka të bëjë ajo me zhanin e muzikës. Muzikës jo. Mirë po shumica e kupton që ti je rocker. Rocker duhet t'i bësh ato. Po. Tjetër të bësh. Sigurisht nëse i ndjekim ato jetë e mëdha botërore, ata kanë komplet jetë tjetër. Normal, është këtu nuk jemi në ato, për shembull që
jo një jetë e mëdha botnore, ne jemi shqiptar mbi gjitha edhe e kuptojmë ashtu. Do me thonë, bëjmë një lloj muzike që e kemi dashur për çdo herë, ta ndëgjojmë edhe ta bëjmë mirë, po nga jeta se si ato e preferojnë jetën e tyre, s'kem bëjmë atë. Do me thënë nuk jeni kështu rocker tipik. Ja. Tash nuk kemi Se unë të paramendova si do t'ishe një gjysh rocker, mendova se si do t'dukeshe, po ja, s'ka të bëj ajo me atë, po bëjmë një zhanër muzike që e duam, po nuk ka të bëj ajo me. Do me thonë, nuk jemi tipa që edhe preferojmë klabe, nuk e di shka e ato, s'jemi. Jemi njerëz familjar dhe mbi të gjitha, deri këto vite që kemi qenë skenë, gjithmonë kemi bë punën dhe pas punës që e kemi kryer, shpejt e shpejt kemi ardhur në shtëpi. po kur keni qenë i ri? Po kur kemi qenë i ri, entuziazmi ka qenë ndryshe, s'kemi pas edhe këtë emën që e kemi tash. Normal kemi qenë ato që kemi ëndruar këtë profesion, kur na është realizuar neve kemi pas edhe të martuar, edhe fëmijë, edhe kemi pas edhe obligimet ndaj familjes, do me thonë shumë kemi qenë jashtë me koncerte edhe mezi kemi pritë që të vim shtëpi edhe normal të kryejmë punët që kanë ngelur, po që kemi obligime ndaj familje. Pa, kur jemi këtu te rinia, do t'ju kthej pak tek fillimet e grupit Elita 5, me sa e di, ju nuk keni qenë këngëtari i parë i bendit, si erdhi që ju të bëheni pjesë e grupit Elita 5? Ka qenë një periudhë e herët, do me thonë në ndrejme gjithmonë ka qenë që jem një këngëtar, pas që shumica ato që më kanë dëgjuar e kanë vërej talentin dhe une, po kanë qenë pak në tip edhe i mbyllët, kam qenë në bare, si thunë nga ne, dhe është da shumë që të më lusin që të këndoj, pasi që gjithmonë kam qenë ashtu aj tip, edhe kam qenë i rinë gjimnas, antarët e qerë të Elitës 5 që ka qenë Agroni dhe Besimi, edhe Ferati në atë kohë. Do me thonë, kam pas një këngëtar tjetër, ai shkoi në shërbimin ushtarak që ishte obliguar atëherë, unë erdha si zamensuar si ti, pastaj kur u kthye, vazhdoan të di një periudhë shumë të shkurt, pastaj ajo shkut, ngela unë dhe ja bora parafërsisht, po 22 vite që jam pjesë e grupit dhe tani je si figura apo emblema e grupit. Ti themi, ne jemi antarët të gjitha ato që e kemi filluar karrierën, do me thonë prej neve në 5 vetë që jemi 20 vite e tepër jemi ato që jemi, nuk është ndryshuar asnjë antar që është diçka e pa kuptim për gjithë grupet e botës edhe Evropës, mos them edhe shqiptarisë po se po. Ne jemi ato që kemi filluar dhe vazhdojmë edhe sot e kësaj dite, me përjashtim që kemi edhe një antar të gjashtë, e kemi Valon Gashi nga Prishtina, që e kemi njoftuar me një periudhë të keqe për Kosovën, se ka qenë kohë lufte, ai ka qenë në Maqedoni si refugjat, aty jemi njoftuar dhe plot 25 vite dhe është antar i grupit të Elita 5. Ne jemi 6, po ka ngel emri me 5 edhe vazhdon të jetë akoma i njohur si Elita 5. Flasim pak tani për muzikën e kohës kur keni qenë ju, kur keni filluar dhe muzikën që po bëhet sot. Si e shikoni, domethënë, këtë ndryshimin, evoluimin e muzikës ndër vite? Po si çdo gjë që ka evoluar, domethënë edhe muzika është ajo e kohës, domethënë kohën tonë ka qenë shumë më ndryshe, kohën tonë për të realizuar një këngë, për të realizuar paraqitjes televizion, është dashur që të kalohet në disa kontrolle, si themi ne, edhe një këngë që është dashur të botohet, është marrë teksti, është analizuar nga ndonjë komision që ka dhënë dritë jeshile, kanë qenë qëra kushte dhe ka ndryshuar çdo gjë, sot ai që ka para edhe mesditë këndoj, edhe mesditë ai mund të realizojë një këngë, sepse teknologjia ka arritur atë kulminacionin. Do me thonë çdo kush mund bëhet këngëtar, mund bëhet muzikant, po ne nuk jemi nga ato, ne jemi nga ato që kemi ngel në atë kohën e vjetër edhe vazhdojmë edhe ashtu të jemi, ne jemi grup që gjithmonë kushtojmë shumë si krimeve tona, si teksteve muzikës, dhe që e kemi një specifik, ne kur në jetën tonë nuk jemi paraqitur në ndonjë koncert ose në një manifestim të jemi playback, ne gjithmonë jemi live, është ajo që e bën të veçantë grupin Elita 5. Po, por tani e përmendet që ju jeni ndër grupet që i keni qëndruar, rezistuar, ka pas shumë grupe në
edhe rock grupe në estradën tonë që tani sot nuk ekzistojnë, ndërkohë që ju vazhdoni të jeni akoma aktiv edhe përkundër viteve që kanë kaluar. Sa është e vështirë të mbash një grup muzikor bashk? Është e vërtet se vitet 90 kur jemi, do me thonë që kanë qenë ato kohrat e bumeve që kanë krijuar, ka pas shumë grupe që kanë realizuar, kanë qenë grupe që kanë krijuar edhe këngë, kanë bajt edhe mbrëmje edhe koncerte, po për fat të keq nga ato më duket se vetëm ne kemi ngel të jemi aktiv. Foli për Maqedoni. Shumë grupe nuk ekzistojnë ose një herë në vit paraqiten ose dikun t'i shep. Ne jemi grup që jemi shumë të kërkuar, jo vetëm troje shqiptare, ne jemi në gjithë Europën, Amerikën, ne vazhdimisht jemi në turne në për Evropë, në për Amerikë, me thonë, ashtë të mdhaja janë kërkesa. Amerikën e shkelët, thonë? Kam shkip për streti ka për streti vjerë. Pasi keni pas një fobi nga Pas fobi fluturimet e gjata. Gjithmonë e gjata, po... Edhe ka pas një periudhë kur gjatë kohë ju nuk keni pranuar të vizitani Amerikë. Kam refuzuar shumë oferta nga Amerika, kam refuzuar, mirë po me një periudhë, si thonë, virusin kapi me një mende pas... Si u bindët, si ishte kjo faza e bindët? Periudhë që ishim në fazën e koncerteve gjatë verës, fillimi sezonit, virusin thotë se kemi një ofertë nga Amerika që është shumë e volishme, shumë mirë, edhe po për kur bëhet fjalë, kishte, do me thonë, në rafat 8 mujar. Edhe ishim ashtu të prejt duke u kthyer nga një koncert, ta si që bëjt ma jep lejen që të bisedoj se ti nëse pranon, unë thesh 8 muj për leshka të ndodhe. Ndoshta s'bohet. Po, ndoshta s'bohet. Tash okej, bisedo s'ka lidhje, po ato 8 muj erdhën si 8 ditë, ishte një stres i madh, po kaloi çdo gjë. E kaluat fluturimin. E përballuan? E përballuan me zort. Do me thonë edhe ti atash në fund vitit që kaloi ishte turne e tretë që era. Do me thonë nuk ka qenë aq e vështirë. Ja, nuk ka qenë aq e vështirë. Keni punuar me veten. Më shumë është ai stresi se sa kur e mendon luturimi i gjatë, për shembull, shkup Stamboll deri në Chicago ose New York ka 11 orë diçka, me të vërtetë është një kohë shumë e gjatë e fluturimit, po nuk e di pse kalon shumë shpejt. Se di edhe treta turne kaloi, nuk do të thotë se s'do të ketë edhe tjera, mund të them se kemi edhe një ofertë edhe në Australi, po të them drejtën në Australi e pak është e tërë. Ashtë përballuar. Ajo besoj, atës besoj, edhe kjo është, do me thonë kërkesat janë shumë të mdoja, mos tem për në Evropë, po thua se çdo ditë që mi oferta, që t'jemi në për koncerte dhe në zonë fakti se vites sa më shumë kalojnë, kërkesat shumë më të mdoja janë për grupin e Elita 5. Jemi këtu te koncertet, të keni ndonjë koncert që e vlerësoni si grup, apo ja edhe ju personalisht si koncert i paharuar kështu? Shikomi, jo e dihet, unë e kam thënë shumë intervista, po do ta them edhe këtu, ka qenë një koncert me Skorpionsat në Tiranë, në vitin ka qenë si një ëndër e realit. Po, ka qenë një periudhë shumë e vështirë për gjithë ne shqiptarët në Maqedoni, pasi shko lufte, mirë po, atër patën ftesën nga Bashkia e Tiranës që t'jemi pjesë e grupit, që t'jemi pjesë e koncertit të madh të grupit Scorpions, 2 net me rent, kemi qenë në stadiumi që mas stafat Stërmasi, se disi e ka i stadiumi Dinamës, aty 2 net me rent kemi dhënë koncert me ato, ka qenë në hotel kemi qëndruar me ato, do me thonë kemi pas një kontakt ku pinim kafe dhe ishte një përvojë shumë e madhe për ne, për grupin e Elita 5, një bisedë me ato. Ata kishin ndonjë vlerësim për juve pas? Shikoni, ato nuk na njihnin, mirë po në koncertin kur interpretuan. Koncerti i parë dhe i dytë ishte pritje ashtem e fantastike për ne, sa që publiku ishte fantastik, ajo këndimi i gjithë stadiumit, dhe pastaj njëri antarëve prej atyre kur e dha intervistën tha, ma bidi publiku që e njihte shumë grupin, një grup që shta shumë fjalë të mira për neve, mirë po edhe gjatë qëndrimit me tonë në hotel ishte përvojë shumë e madhe, shumë e mirë për neve, sepse e pam se ato kishin emën botnor, për ishin shumë njerëz normal, ashtu që ishte një përvojë shumë edhe, dhe ai më ka ngel se koncert që do ta mbaj mend dhe nuk do ta harroj kurrë, normal edhe ka pas edhe koncerte tjera, po ky është një që e kujtoj gjithmonë. Dhe do ta them gjithmonë se ka qenë një ndër koncertet që më shumë më ka ngel në mendje. Po besoj, ndoshta kur keni qenë më i ri edhe keni paramenduar veten, ndonjëherë keni ndonjë bashkëpunim me ndonjë
nuk e di, yll botror apo ndonjë idol që ju e keni dashur, keni menduar që ndonjëherë keni pasur dëshira të tilla? Dëshirat kanë ekzistu, po edhe kam qenë unë gjithmonë i vetëdijshëm për atë se sa. Se si kemi kushtet, po. Kam qenë gjithmonë edhe jam i natyrës tillë se diçka ti mund të kesh dëshirë, po ato janë shumë grupe të mëdha. Edhe unë gjithmonë edhe me grupin kam thënë, ma mirë të jemi të parët në Katun se të fundit në qytet. Dhe me thonë, ne kemi pas qëllimin tonë që në troje shqiptare të krijojmë, punojmë, dhe asnjëherë nuk kemi pas ambicie që të krijojmë diçka jashtë kufive trojeve shqiptare që të bëjmë diçka. Do me thonë, kemi qenë vetëdijshëm se ku jemi të arrijmë sukses, atë besoj se e kemi arrijmë, atë kjo është. Po, kur jemi ende te këto koncerte, dua të ndalem pak, sigurisht ju keni pas koncerte të mëdha, keni mbushur sheshe, keni mbushur stadione. Tani po e vërim që edhe disa këngëtarë të estradës tonë, këngëtarë të mirë që kanë sjell një nivel tjetër, pak më të lartë të bërit muzikë. Në këtë rast përmendim koncertin e Alban Skënderaj, Elbana Gjata, që mbushin stadione dhe biletat janë gjitha shitura. Do të presim ndonjë nivel të tillë koncert nga Elita Fest? Pasi ju jam e sigurt se e mbushni atë stadionin, po është çështje për të realizuar diçka të tillë, ne jemi nga ato që kërkojnë shumë, jo nga ana financiare, por nga ana vizuale, nga ana e realizimit një koncert. Te ne gjithmonë ka qenë primare ajo se kur na thirr dikush fjalë e parë është plotësoj disa kushte skenike që duhet të realizojmë një koncert si duhet. Life, ajo është mbi gjithat e ne nuk ka të bëjë çmimi se sa do të marrim ne. Do me thonë, ato janë koncerte që duan shumë punë, duan një ekip shumë të madhe, pas jo se nuk ka bisedime, jo se nuk flitet për një koncert tillë. Unë e kam has edhe në Tiranë kur kam qenë privat me familjen, kanë taku njerëz që janë pak më në moshë dhe më kanë thonë, kanë lutë bëni një koncert bukur, se do vim se ne nuk mund vim klubet natës, se kemi moshën, po në koncert kishim marrë me plot dëshirë. Por kur kemi festuar 30 vjetorin e grupit funksionimit, ne kemi mbajt një koncert te liçenia gjeta, amfiteatri i liçenit në Tiranë. Ka qenë një koncert i paruar për mu, një ambient i papar, do me thonë sa kishte mrenda njerëz edhe jashtë mund të thonë 2-3 herë më shumë ngelen se s'kishte bileta, bile organizatori e drejtori i amfiteatrit, bile thamë keni bërë probleme, tha se me gjithë familjarët më keni shpëmut që t'ju siguroj bileta edhe shumë janë një vënu. Do me thonë aty e pam se interesat me të vërtet janë, interesimet janë shumë mëdha, dhe unë e kam dëshirë, pse jo, unë e kam shumë dëshirë edhe grupit. Meni pak më me seriozë. Po, i kam thonë edhe grupit, është diçka që unë e dua, që t'jetë një koncert ku do të shohin njerëz që do të vinë me të vërtet për se folim drejt tash. Klubet e natës normalisht janë tjetër stil. Ti e bën koncertin që e bën, po duhet dalësh 1-2 të mramjes, 3 deri 3-4-5. Koncerti duhet nis 9-8 diçka 10-11 mbaroj, do me thonë të ketë publik. Ato janë gjërat më të bukura dhe ato duhet që të realizohen te ne. Edhe mu më bën gëzon një fakt që ne vjetë ishim në një turne nëpër Gjermani ku disa tri organizon disa koncerte ku ishin sold out një muaj para në Gjermani. Me thonë që njerëzit e moshave familjar, se filloj koncerti tamam si koncert, në 8, në ora 10:30 mbaroj, do me thonë çdo kush ka edhe për shku të pushu që nesër shkojmë punë me i pushushëm edhe në koncert. Do me thonë ma riktheu, ato prape kanë marrë aksionin që të realizojnë 8 orë 6 koncerte në për Gjermani edhe 3 në Austri. Ashtu që do t'ju kemi. Unë e kam dëshirë që t'i rikthehemi koncerte. Do me thonë dëshiroj dhe jam prirës që ketë koncerte. Një artistët t'u kthehen koncerteve, po jo koncerteve me një instrument ose se di shka, po koncertet si koncert. Me interpretime live, me orkestër. Se jo se unë jam në Elitën 5, ato duhet vinë edhe jo këtu folit të neve, duhet vinë edhe të marrë shembull se si realizohet një koncert. Me sa seriozitet dhe si qaset një koncertit, dhe jo vesh dalesh në bashkë. Pa thonë koncert. Tamam, kur jemi këtu tek ajo që sapo e përmendet, vinë të marrin shembull, çfarë do t'ishte ajo këshilla që do t'ia jepje në këtë rast artistëve të ri që po merren me muzikë e që ndoshta nuk e kanë ndjek një shembull të duhur. Unë jam i vetëdijshëm se është shumë vështirë tash të krijoj një artist i ri të krijoj
emër, është shumë vështirë. Më vështirë është që ta mbash. Ne jemi 40 vite në skenë, me thonë nuk ka qenë problem që 92-shin kemi krijuar megahitin, nuk jam Al Capone, po gjithmonë kur kemi krijuar këngë tjera ose albume Ka qenë edhe më e vështirë, po. shumë vështirë, dhe me thonë t'je mbesish aty ku je sot, është shumë më e vështirë që të krijosh emër. Do me thonë, unë një apel u them që ato të bëjnë atë që duan më shumë, t'i ngelen besnik atij stili që e bëjnë, mos bëjnë avantura në stilet se cili ky stil është moment më ashtu, t'jenë atë që duan ta bëjnë dhe suksesi nuk do të mungoj. Do me thonë, ne kemi qenë grup që gjithmonë e kemi bërë stil që kemi preferuar vetë, nuk kemi rënë ndikim stileve të kohës, momentit. Do me thonë edhe ajo tregua shumë e suksesshme për ne, dhe mund të them se në koncerte ne kemi as shumë hite sa që kemi problem kur bëjmë Cilat ti përzgjedhni? setlistën, cilët këngë ti përzgjedhim. Po cila është një këngë që nuk mungon asnjë, ose 2-3 këngë Al që Capone është, ajo padyshim? më fal, është të pres, është shumë të ka, me të vërtetë Ureshiun është, nuk e di se di uj. Do me thonë gjithmonë publik del dikush që thot pse se këndohet Në të këngë. a për shembull është e koha e caktuar e interpretimit të këngëve, do me thonë ne jemi, ndoshta unë se shoh edhe estradën e përcjelli, ne jemi vetmi grup që bëjmë këngët tona, ne gjithmonë kemi bë. Kuri nuk kemi bë një këngë të artisti tjetër ose se shoh grupe tjera bëjnë një këngë 2 vetat, pastaj futen një këngë tjetër. Po, në koncert këndojnë edhe këngë të dikujt Do me tjetër. thonë, unë kam edhe grupin t'i them, koncerti Elitës shpesh vinë ndëgjojnë këngët e Elitës shpesh, jo. Jo këngë tjera. Po, kemi një fat shumë të madh se kemi shumë këngë që janë hite, edhe ne nuk e kemi problem. Unë si këngëtar si kam problem, nga kënga e parë dalë edhe kur e shoh Zërin publiku. ju fan akoma mirë. Ajo është ajo që më jep forcën edhe më jep atë fuqinë që ta jap maksimum. Po, e përmenda zërin, keni ndonjë teknikë apo diçka me të cilën e mirëmbani? Jo, nuk bëni kujdes kështu veçantë si ato solo këngëtarët që kur kanë kështu koncerte nuk flasin e nuk e Njëri kam bajt ndonjë diçka se kur kam pas ndonjë koncert, tash nuk pi këte, nuk ha këte, nuk bëj këte. ajo si është. Jo, ajo që Edhe në qoftë se nuk del mirë, jo, s'ka shans më dalë mirë. po Jo, për shiko, du të them, është diçka që jemi njerëz, mund të njerëz të muremi të mos jemi në gjendje të mirë shëndetësore, më mendore. flet dikush, edhe kush kemi qenë mirë, kemi bërë çmos që mos e vërej publiku se ne jemi mirë me shëndet. Normal se ka pas shumë raste që ti si ndije komat, por nuk duhet që ta shfaqësh që publiku ta. Edhe është diçka që kupton gjithmonë përgjegjësia është shumë e madhe, se dikush ta a ke akoma trem Arif, thash unë trem nuk kam, po përgjegjësi kam. Se do me thonë, kur krijon një emër sa më të madh, përgjegjësia rritet shumë më e madhe. Se do me thonë, nuk je më në fillim që ke qenë, se ta fal dikush. Po tash kur je emër që ke krijuar, përgjegjësinë ke shumë më të madhe që tregosh diçka. Do me thonë, edhe gjithmonë ekziston e stresi, o jo, do një terapi, diçka kështu, mos ashe, jo, nuk kam preferuar. Po. Një gjë tjetër që ju si grupi kushtoni shumë vëmendje kur bëni muzikë përpos do me thënë teksteve, muzikës të cilën ju e krijoni vetë, janë edhe videoklipet. Do me thënë, atyre ju kushtoni vëmendje dhe çdo herë kur ju publikoni një videoklip, ju sjellni risi, bëni ndryshim, bëni tamam një revolucion edhe në atë aspekt. E mendoni edhe këtë, punoni me një strategji të caktuar kur krijoni një projekt muzikor? Dhe me thonë shumë. Ne gjithmonë jo veç krijimin e këngëve, sepse kompozitori i grupit i gjithë këngëve tonë është Virusi, është një perfekcionist, i cili kërkon shumë, cili edhe ka studion e vetë që punon në gjithë estradën, ka një përvojë tepër të madhe, dhe kemi fat që e kemi në grup. Do me thonë, ne jemi kërkues si tekst, do me thonë, ne kur bëjmë tekstin, bashkëpunojmë me gjithë tekstuesit më të njohur shqiptar. Ne jemi nga ato që 2-3 ditë qëndrojmë me ato, jo veç të ne dërgoj tekstin, ne mirë është do vije, do punoj, do ndryshoj derisa të jemi derisa të vërtetohemi se është ajo që e dua. Për muzikën mos flasin, do me thonë, është Virusi që e krijon, me sugjerime me grupit, a për videoklipet dihet ajo normal, mendojmë një temë, marrim mendim edhe nga realizuesi që do ta realizoj. Do është treguar deri më sot shumë punë e suksesshme. Po. Para se ta nisim podcastin, njëri nga ekipi më tha t'ju pyes posaçërisht për këngën Më fal. Si e keni krijuar atë? Jo, shikon,
Konga është krijuar si gjithë këngët e grupit, si krijimtari, si pjesë e muzikës, teksti. Edhe dikush na pa thonë se Struku ekziston një djalë që një djalë i ri që punon shumë mirë, që ka emrin Daniel, më është mirë që ai punoni me të. Shkuam në orë e takuam, dëgjuam ato idetë e tij, por nuk e menduam një realizim. Mori tha përgjithësi se do ta realizoj. I lam një kohë një muaj ditë, ishim në Shqipëri një koncert, ku jemi duke u kthyer, Struk jemi, ai urdhoni ta shihni se çka ka bën. Në orë, kthym në orë, na futin në studio dhe pam atë që kishte realizuar. Dhe ajo ishte diçka që ne edhe sot e kësaj dite mendoj kujtohet ai momenti ku mbetëm gjithë gojë hapur, domethënë ishte diçka. Pasi e morëm materialin pa e publikuar, kanë qenë edhe shumë artistë studio të Virusi me emën që kanë qenë të momenti që kanë realizuar kur e kanë pa mos e Ai thonë është një mini film. 2-3 vetë nga ato edhe kanë qakur e kanë pa për zotin, ka qenë Është e tillë. mundohemi edhe tash pa e nuk përsëritet. Nuk përsëritet. Ka edhe u bën një gërshetim shumë i bukur i këngës edhe i videoklipit. Tamam, është atje. Edhe ajo u bën një mega hit, unë them, ajo më fal është këngë që në për koncerte veç kur e ndëgjojnë fillimin e këngës. E di, me njerëz është diçka, një atmosferë pa. Domethënë është një këngë për krye, po kjo është, ne jemi nga ato, krijojmë që tash kemi filluar edhe një këngë ma ritmike që ta realizojmë, po do na marrë kohë se ne shumë kohë ka merr. Punoni ngatar, me kujdes, që ne bile shumica na thonë pse më shpesh nuk nxirrni. Ne fillojmë një këngë dhe mund na çojë edhe 6 muaj. Sepse shohim diku i muzikanëve shokëve që i kemi, marrim edhe mendimin atë si pëlqen. Ky ai ndëgjojmë, bëjmë, kthejmë derisa të jemi të vërtetuar se atë që e duam është, nuk e nxjerrim, domethënë do shohim. Po, për dallim nga këngëtarët e tjerë sot që pothuajse brenda 2-3 javëve nxjerrin projekt të ri muzikor dhe pastaj ato projekte sikur nuk zgjasin, nuk dëgjohen, nuk e marrin atë vëmendjen e duhur. Ne i kemi kushtet për të realizuar për ditë këngë. Po, me studion tuaj. Po ne jemi grup që për shembull nga shumë rrallë nxjerrim këngë. Domethënë jo se si kemi, ne kemi kushtet perfekte. Që të kur duam, ne çdo ditë duam nxjerrim këngë, por nuk është edhe ai qëllimi jo. Ne kemi qenë grup që kemi nxjerrë një këngë që kemi lënë një periudhë që kënga të ndëgjohet, ta marrë edhe shtegu një strategji shumë e suksesshme dhe do të vazhdojmë edhe më të tjetër. Nuk i pëlqen kjo strategji artistëve të ri që e marrin. Edhe kjo është. Në një prononcim më përpara kur kemi pasur një intervistë, ju patët deklaruar se nga ajo që po ndodh sot në estradën tonë, në muzikën tonë, ndonjëherë më vjen turp që jam këngëtar. Jeni akoma në ati mendimi, pse ka që rigoroz? Ja, nuk jam rigoroz, shiko, nëse mundem, unë e tregoj edhe Çka është ajo që nuk ju pëlqen, edhe që ju shqetëson? Pa përgjithësia ndaj publikut, domethënë nëse një publik vin merr rrugën që të vinë koncertin tënd, që të vinë mbrëmjen tënde, që të paguaj bilet dhe ti mos kesh një përgjegjësi, dalesh aty vet pa bend, pa zërim, pa kurrë, dalesh edhe është domethënë mu personalisht më kisha turp, unë se ne kisha bë kurrë. Domethënë dal aty një playback, dal të marr një mikrofon koti, ajo nuk më pëlqen, pa përgjegjësia atyre ndaj atyre publikës që i duan. Ajo nuk më pëlqen. Ne e tregoj një rast tash. Ne ishim një koncert në Vlorë edhe ishte verë, më të them ishte mbi 40 gradë temperatura. Arritëm Vlorë në ora 3, shkuam te vendi ku do shfaqeshte koncerti, na të nxeftin më të madh. Bëm një sound check, domethënë 3 orë, na të nxefët. Mirë, po gjithmonë aty e shihnim një qëndronte një person, pasi varëm vesh se kush o çka është. Në interior bëm sound check, më plot 3 orë, domethënë na të nxefët. Shkuam në hotel normal, një dush, një përgatitje për koncerti fantastik, mendoj edhe në fund ai ne nuk e kishim ditë, ai kishte qenë pronar. Edhe kur erdhi që ta bëj pagesën, bëj për çka dush, e tha, "Gjem tha këtu, unë i kam kitë estrada. Po mund të them se veç ju e fitoj ki parën, tha halla." Edhe me plot tha ju të vetmit që e kam vërejt, hallall, tha, më vinë këngëtar, tha që edhe CD në vet playback vjen. Nuk e ka. Me thonë kjo është tallesh me miletin.
Po publiku i don, i kërkon dhe s'kemi shkaty ma. Kjo është realiteti i ditëve të Më sotme, po pëlqen mua, po jo, At- kjo është realiteti, s'ka qëllims. po, ndërkohë që do të vazhdojmë të qëndrojmë akoma tek puna dhe karriera e juaj, ju e theksuat që keni shumë hite, po a ka qenë më e vështirë të bëni hite në vitet e 90-ta, në fillimet, apo tani? Mund të them se tani është e vështirë. Se thash tani. Pare se ceka përgjësit për ne janë shumë në mëdha. Ne kemi bërë shumë hite, se që kur kryjmë një kongë, i themi çka tash. Thonë kongën e fundit që e kryuam këte me Filharmoninë e Maqedonisë, me thonë Ajo ishte e diçka thonë atë në projekti kongë im që është realizuar 52 instrumentalistë, sa Ti është mbledhësh gjithë vetëm për nuk një e videoklip futi koston, nuk e futi se është dash paguhet e Filharmonia. Po Filharmonia dash paguhet edhe në videoklip. Ajo ka më një kosto shumë madhe. Me thonë mos e tregoj cifrën. Ama neve na ka knaq. Ne jemi të knaqë. Edhe kur e kemi pasi produkt si realizim. Kur e tregoj virusi se duhem me Filharmoninë, thashe, mos u thallë, më lene të kjo. Jo, unë do të bëj edhe e bani, edhe pastaj kur u realizuar pyetja e parë ime ishte çka pas kësaj. Me thonë çka Tash më pas tash kësaj. duhet diçka Diçka ama më pas kësaj çka. Do me thonë ajo ishte pyetja ime se ishte më pulmi që në foli tash thom në grupe shqiptare industrinë tonë si ka. shqiptare, jo. Tash gjitha e punë me u fut se ajo që e shef çka është kjo po në probabilisht s'ka është punu për atë kongë edhe del dikush e komenton mund thotë edhe kjo është ajo që po ne gjithmonë bëj kongë neve të na pëlqej. Thot dikush e bën për tregun, jo e bëj unë mu të më pëlqej. Nëse mu më pëlqen, une ja publikus, ajo është ajo që ta gjykoj, pëlqen si pëlqen është. Me thënë ndonjëherë nuk është edhe mirë që jeni kaq kërkues, se pastaj Jo, shiko, ka njerëz që e respektojnë dhe e vlerësojnë atë punë që e bën. Mua jo më kënaq. Ato që unë i pranoj dhe kritika që nuk kam qenë më i ri, çdo kritikë më ka prek. Do më thonë edhe kam reagu. Po. Po kurse tash jo, ka drejt çdo kush thotë se kjo gjë s'm pëlqen. Normal mandej do të analizojmë ne sepse e tha ki çka ka prit diçka. Do më thonë po ajo është një realizim që s'ka. Kjo ajo është këngë e fundit është kulmi. Ai mund të jetë Al Capone, mund të jetë më fal, mund të jenë këngë faleminderit Oreshiun që janë hite, po unë për punën që është që është bërë e vlerëson atë si një projekt shumë i madh. Shumë këngë e madhe, është duke unë dëgjuar mirë në koncerte, po duhet kohë. Këngët tona duhen kohë për të qëndruar dhe si për të duhen qëndruar në veshin më gjatë. Tani kjo projekti i ri që e paralemruat pak më herët, është një këngë më ritmike. Është këngë ritmike. Ndoshta nga vera do të na vjen apo pasoj se ashtu punojmë, kemi dhënë tekstin, të shkruar teksti, se nga ne asnjëri nuk shkruan tekste. Jo. Ja, s'kemi për ne ka shkruar gjithmonë tekstues që janë me emën e minem. Këtë këngën e fundit e ka marrë Ilir Benani, ta krijoi tekstin. Iliri që ndoshta shoqi Gilit, një tekstues dhe një kompozitor shumë i madh. Presim e bani njerë, i dham sa sugjerime se çka duam të ndryshojnë, bëjmë ktheme ka marrë, presim çdo moment që ta që mbaroj tekstin, ne këngën e kemi gati, edhe të futemi të realizojmë. Po për tekstet e artistëve sot, çfarë vlerësimi ke? Nuk e ndigjesh. Nuk i ndigjesh. Satin e ndigjesh. Ka shumë tekste banale, ndoshta unë jam njeri me kuptime të vjetra dhe më pengon drejt të them. Tash mos bën çash kritik se kur e shoh më ka ra rasti me një koncert diku në Kosovë, ish një këngëtare muzikës rap, s'ja di edhe emën, po kishte, s'ja di. Edhe rini kishte bollë, edhe ndëgjoj reagimin e rinisë në ato tekste shumë banale, ku përmendet çdo gjë, kishte fëmijë nga 12-13 vjetë edhe çka pret mandej nga ai. Do të thamë edhe artistët unë sugjeroj që të kenë kujdes, mos përdorin tekste droga, kjo nuk e di çka, tash më futen. Po ne do të japim shembuj të mirë, paktën për rinin. Kemi pak, unë shpeshherë them, u them edhe shumicave, jo si jam unë Elita 5 për rinin duhet të jetë shembull për sjelljen e një artisti.
Ne asnjëherë s'kemi qenë grupi i aferave, ne kuri s'kemi bën një aferë, ne kuri s'kemi bën një problem që thuhet se në koncert boni këtë atë. Do me thonë jemi një shembull për të mirë. Kemi qenë me emën më s'ka që asoj për një aferë nuk e kemi bas. Jeni tamam ai shembulli që duhet ta ndjekin artistët e ri që sot duan të merren me muzikë. Tani sigurisht. As tonë edhe Bleona për Elitën 5, ato janë shumë djem familjar. Nuk i pas ka pëlqyer. Nuk i ka pëlqyer. Ato janë djem shumë familjar, po për ne është e vërtet se ashtu jemi gjithë grupi edhe asnjëri nuk ka dalë nga ata. Jemi takuar me një mendim, me një kohë, me një kështu si të them, kuptohemi shumë mirë njëri tjetrin. Kur jemi këtu tek familja e përmendet dhe ju se jeni familjar, ju jeni një baba i 3 vajzave, keni thënë që të treja e duan muzikën, din të këndojnë, janë shumë të mira, përveç Elitës që e dim dhe njohim që mirret me muzikë, 2 vajzat e tjera sikur nuk e kanë marrë guximin që të dalin në ekran. Elita është e madhja, do me thonë Elita në një edhe publiku besoj, shumica e njohën mos të krejt. E ka treguar veten, përpos se është një këngëtare, është edhe Akademinë e Muzikës e ka kriju, është një arsimtare për 7 vjet, jep muzikë. Aida e dyta, edhe ajo ka studiuar muzikën, po ajo martua, krye familje, shkoi të jetojë në Gjermani, në Berlin, kemi edhe një mbesë. Keni mbesë, jeni gjysh, po? Gjysh jam i duas, një vajzë. Një mbesë, ashtu që Elita nisa tash ka diplomuar, është shpunsuar edhe ajo Akademinë e Muzikës, edhe ajo këndon shumë bukur, po ajo nuk e ka merak skenën, diçka kështu. Ajo ka qenë edhe fituese e parë e festivalit në Tetov që realizohet Blexha. Kanë këtë realizuar nga Virusi, e mori vendin e parë, po ajo nuk e kisha dëshirë që e kishte Elita. Elita ka qenë më ambicioze, edhe përpos si ka qenë ambicioze, besoj se kritikat kanë qenë shumë pozitive ndaj asaj se ka një vokal bukur. Ashtu që kjo është. Po të qenurit të gjysh ju ka ndryshuar pak, ju ka bërë më të ndjeshëm, si e keni raportin me mbesën tuaj? Është e vërtetë ajo thënia që thonë nipërit mbesa duhen më shumë se fëmijët? Është. Ajo është e vërtetë, nuk e kam besuar, po është e vërtetë. Ajo edhe pse jeton në Gjermani, çdo ardhje e saj është një festë e vërtetë për ne në shtëpi. Do me thonë e na ndryshon atmosferën në shtëpi, tash edhe me këto rrjete sociale, çdo ditë komunikojnë. Mirë po ajo dita kur vjen, ajo është diçka për ne. Dita më e lutë. Shtëpia është, do me thonë, ne e ka ndryshuar edhe jetën në shtëpi, atmosferën, edhe dëshiroj që çdo kush që nuk e ka përjetuar një gjë të tillë, ka përjetuar se është diçka shumë e bukur. Po. Ju e doni shumë edhe natyrën, ecni shumë, keni pashtu dashuri të veçantë edhe ndaj kafshëve, keni qenin tuaj që e doni shumë, ndonjëherë edhe fëmijët shpesh ju kritikojnë që e doni qenin më shumë se ato. Ai do informo. Po është e vërtetë se kam edhe një qen që e dua shumë. Tash do të bëj 12 vite edhe më kujtohet mamit vetë Nisa që i ka thonë vajza ime, mami mërziten që sa jetojnë kafshët qenë, po thot 12-14, mos i ndodh kam gajle se si do ta përballoj si ta përballoj babai nëse diçka i ndodhen qenit, se me të vërtet janë shumë i lidhur. Dhe keni përgatitur vetën për Akoma jo jam me te pothuajse çdo natë. Me thonë tash kur shkoj shtëpi, sendi i parë që dal me atë shëtis pothuajse gjithë qytetin, më het një stres, do me thonë ndjem shumë mirë me te. Do me thonë përpos qenit kom edhe maca, ajo dije. Kom një dashuri shumë madhe ndaj kafshëve, përpos ato kur gjej kohë i sheh edhe kafshët qente rrugës që i shoh me kënaqësi u blej për thënë. Do me thonë jam veç i diçka më pengon se ne shumë keq i trajtojmë kafshët. Qasin detyre e kemi shumë të keqe. Dhe ajo më pengon me të vërtetë dhe shpeshherë bën nervoz si mund njeri ta trajtojë një kafshë. Do me thonë nuk shoh çdo ditë i qente në Tetov ose kamën e ka thyet ose. Do thonë ai qasja është tejet mizore te ne. Dhe duhet ndryshoj diçka se unë i them edhe dënjerë jam edhe në qytet kur thot dikush hik qeni, them mos hik pi qenit, hik pi njerit, se qeni s'bën kur gja. Qenit nëse ushqen njeri ke dhënë, ai s'taron kur njerë. Dhe me thonë ne shumë më të rrezikuar jemi nga komunikacioni sot se sa nga kafsha.
Kafsha nuk ka kafshë të keqe, ka njerëz të keq. Se si do të sillesh ai do të sillet. Do me thonë, ajo më pengon se jam çdo ditë në qytet edhe sjelljen e qasjen e njerëzve ndaj kafshëve, ajo është mizore. Duhet ndryshoj diçka. Po ju kemi parë shpesh domethënë që e ngritni zërin ndaj padrejtësive ndryshme, jeni aktivist, po ja në këtë rast për kafshët, keni menduar ndonjëherë të aktivizoheni më shumë Po unë të ka obligimeve të Po. taja që kam, nuk jam në mundësi që të organizoj, që të punoj, që po në qoftë të dikush po, ju e pa përkrahni, po, po. pa qëtër, shiko, unë i kam thonë në pak si në shaka, po i thash disa që organizojshin, po bëjmë një protest për diçka kishte. Thamë, kur të keni proteste për kafshët dhe për natyrën më tini, për njerëzit më tini. Shaka, boj, po jam edhe dua edhe natyrën, normal, se Preferoni ecjen, s'ka gjë më të bukur se natyra, veçtisht. vrapin, bicikletën, Po. gjitha. Pa qita, unë veturat e mia, kilometrajën e kanë pothuajse minimale, dhe dikush më thotë se unë gjithmonë në qytet jam me bicikletë kur është koha e mirë, dhe ati lokali ku pi kafe ka pas një ditë një kamarierë, dhe unë më ra rasti që të kthej me vetura, aty u parkova që të pi kafe dhe i ka thonë pronarit, Arifi ka vetura, për tonë jam tip i bicikletës, jam natyrës, kafshëve, do me thonë e du shumë. Edhe besoj, shikoj që të praktikoj ecjen dhe vozitjen me bicikletë shumë. Ja, një shembull i mirë i një qytetari të kulturuar e në këtë rast edhe artisi për kompletuar. Më pengojnë disa gjona të ne, më pengon edhe pakujdesia e njerëzive ndaj natyrës, ndaj qytetit, tash çdo kund nuk u dhe çdo mbeturi, duhet jemi pak më të përgjegjshëm. Se kur thot dikush kritika jep çka bën ky, çka bën komuna, çka bën për komuna së ndvije me koshin ty mbas, ti duhet kesh vet ta kesh atë, me thonë duhet jemi më të kujdesshëm ndaj natyrës. Unë e shoh rrekën që kemi ne, lumin që kemi në to, shumë i ndotur është, hudhin çka s'mi. Ajo pasuri më e madhe në qytetit është kesh lumi, po duhet kujdesur për ata. Jemi të papërgjeshëm për fat keq, edhe duhet bëhet diçka që njerëzit pak keni vetdije, pak më të seku ndaj natyrës, ndaj kafshëve, ndaj çdo gjë. Po nuk e di, pak vështirë me këto hapat që po i ndjekin aq më shumë të rinjt sot, nuk e di, duket sikur Duhet ndoshta nuk jemi në rrugën e familja mbi gjitha është, po edhe në shkolla, po unë kam edhe një vërej që edhe xhamit duhet flasin pak për pastërtia, për pak duhet ketë flaset, mbahet edhe një ligjërat, jo tash folim çka do bën botën tjetër, është krejt një kjo, do të tregohet me gjëra aktuale, po. pak kujdes ndaj natyrës, ndaj që shkatruam çdo gjë. Tregohemi shumë të sjellshëm, shkojmë, falemi, agjerojmë, kiti bëjmë ato, kur dalim jashtë, jemi më njerëzit pa përgjithshëm, mund thonë në Europë. Po. Kjo është e vërtet, ku i pëlqen si pëlqen është e drejta atyre. Unë jam tip që i shoh gjithë gjërat, nuk mund një njeri tash foli mosh, tash që më ra një ditë, e shikoj, han një selëndes, një burr, beha e soci edhe hudhin rrekë dhe shkon falet. E tash, kur e hudhi unë i thash, tash e bën e super, tash e vune ka pak. Ai më shikon kështu. Ej, njerëz. Mos e është natyra, është ajo që njeri. Dhe duhet ta ruaj më shumë, po. Keq, po. Dhe njerë më bëjnë kritika edhe familjar, shumë fort, shumë fort, i së rridhëm pa fort. Edhe është. Po, edhe në shtëpi na kanë treguar që jeni kogja rigoroz, jeni kërkues ndaj vajzave, ndaj familjarëve. Po, shiko, ajo është, unë jam nga ato gjenerate vjetër, tash folim realitet. Ka pas do gjonat kur kemi qenë në matri. Ka qenë një periudhë. Do shta edhe vetë jeta që ju e keni jetuar, muzika, puna që ju e pani, keni parë raste ndryshme dhe qëtër mënyrë jemi edukuar, foli realitetin, kemi kryer atë kohë, atë ushtrinë e asaj kohe, që diçka na ka mësu. Na ka mësu për një disiplinë, krejt këqijet i ka. I ka pas krejt këqijet, po një disiplinë na ka mësu që, do me thonë, e kujtoni atë kohën atër që thonin sendi parë, kur duhesh të martohet njeri, thësh në e ka kryu ushtrinë, se me që ke kryu ushtrinë, do me thonë. Edhe një kohë tjetër, ndoshta edhe fëmijët më bëjnë kritika se ti babi mendon se koha jote, jo ben nuk është koha jeme.
Po duhet njeri të ketë një përgjegjësi ndesh te ti, është diçka. Po inshallah do të ndryshojnë gjanat, ama si e shoh, po e kemi edhe vetë fajt. Në me thonë të ne ka qenë në kohën tonë, që të kryish një shkollë, ose një zanat, që të bësh një shtëpi, që të martohesh çdo gjë me reu. Tash i bën 5-16 vjet, sendi i pari një fëmijë o vetura. Vetura, ai, do me thonë, një shok më thotë, unë e di si i ka kushtet të vetur gjalit, po pse ma ka vu zortin. Shiko tash, gjali 16-17 vjet ma ka vu zortin, ne si kemi pas ato. Unë e të foli drejtën babit tim nga respekti, jo nga frika, se ka qenë burr shumë i mirë. Gjithë që e njohin burr që ka qenë, po unë nga respekti në jetën time s'di ti them babim duan para. Çdo herë nëpërmjet nanës. Ka qenë një respekt tjetër. Tash ai bën 15 vjet ve zortin vetur ose s'ka. Edhe merr mandej edhe në qytet bën 100. Do të shoh, jemi vetë fajtor që i prishim edhe tri. Se unë e isha në për koncerte dhe ju thënë, merrni njerëz me fëmijë, merrni me rinin, merrni me fëmijë që janë të dalë të mërësisht pi krejt kontrollave. Pak të shkjo, jeta dinamike, prindërit shumë të angazhuar me punë dhe sikur nuk e gjejnë atë kohën e duhur. Unë e shoh smilet dikush, ndoshta edhe foli pa lidhje s'merret qëllimisht. Te rinia ka shumë drog njerëz. Shumë drog ka, unë e shoh nëpër mbrëmje, unë e shoh nëpër qytet. Unë e shoh te lagja ime çka ndodhe. E shoh është bë të merr, secili i dyti kur e pyet thotë është narkoman. Çka ndodhe kjo? Duhet prindët pak, familja të merret, ku i shkon fëmia, me kanë shtrënguar fëmia. Folim realitetin, unë kam qenë polic për fëmijët e mi, polic, kur tam polic kam qenë. Saqë edhe te projsha, dënjerë, o e dijas, pasi që kam pas një profesion që i kam shëtit shumë, unë i kam pa gjithmonë e kam mendu se a mund t'i ndo fëmijës tem kjo, edhe parat më thonë t'je rigoros. Edhe i thonë ti këndon si jam diktator, për je shumë diktator. O, a ka qenë ndoshta bashkëshortja në këtë rast ajo që ka zbut situata në shtëpi te juve, nëse ju keni qenë shumë rigoroz? Folim drejtën për edukimin dhe për formimin dhe për kujdesin e fëmijëve, krejt meritat i shkoj shoqit. Unë kam qenë shumë pak shtëpi. Ka pas turne që kam qenë me muaj dhe s'kam qenë shtëpi. Në fond ajo e ka kuptuar atë profesionin tim dhe gjithmonë ka qenë ajo që i ka edukuar, i ka udhëzuar, po unë gjithmonë kam qenë diçka që më ka penguar, gjithmonë e kam thonë pa asnjë hezitim, po e kam pas edhe për krajen që gjithmonë në kratim ka qenë gruaja, ka qenë kur kam kritikuar edhe ndoshta s'kam qenë drejt, ajo ka qenë nga ana ime, s'u ka dhënë aq krah fëmijëve që po mirë, tash mos jam me fëmijët i kam mirë, shiqi Zotit, më respektojnë, nduan, janë bo mos janë fëmijë, janë ma gra, po për ne do t'jenë gjithmonë. Me që jemi edhe muaj mars, edhe muaj gruas, ndoshta një mesazh për bashkëshortën tuaj, ndoshta do ta shikoj këtë emision, ta falenderoni për çit mundin që ajo e ka bërë. Normal, shoqen time unë për ditë është 8 mars. Edhe jo, po dihet ajo i meriton shumë më shumë që sa që bëj unë për te, edhe duhet të gjithë burrat t'u adin, se gjithmonë shiko tash foli, ne kemi imën një moshë edhe kam shok generatës e sem, edhe kur dikush e ka up për fat keq shoqen ne kupton atëherë. E thot Arif nuk mund ta imagjinojsh, do të thonë ne s'u adim shoqeve grave, u adim atë lajçin sa i kemi. Se dhe tjesë është pagruan është diçka, për atë duhet të gjithmonë ti të kemi kujdes dhe atyre, ti respektojmë, ti duam, dhe ti sufrizojmë me gjërat bukura, atë sa kemi mundësi. Sa të sa i ka njeri mundësi. Sigurisht. Unë me këtë mesazh ja të bukur do ta kisha përmbyllur këtë bisedë, sigurisht me juve do të kisha biseduar shumë më gjatë edhe për shumë tema tjera, pasi jo vetëm për muzikën e për jetën tuaj, por kaq është minutazhi për këtë podcastin ton të parë. Shpresoj të na ecim mbar edhe neve, duke ju uruar edhe juve suksese në punën që e bëni, ne do të jemi në pritje të projektit të ri. Ju faleminderit shumë që u bëni. Faleminderit edhe juve për ftesën, ndoshta gjenerate e reja do ta pëlqej këto që tash unë, po unë jam janë gjitha mesazhe në vend që duhet që ti marrim për të mirë, çdo herë kam thënë edhe në koncerte edhe në intervista, jam munduar që t'jap një apel për të mirë për gjithë ato të rit, se pa marrë parasysh çfarë profesioni të kenë, edhe këtë ta them se të rit janë ajo. Edhe këtë harova ta them, një gjallë i ri që një ditë bëja do punë në shtëpi, e mora diçka që të udhi te kontenjerët dhe kisha marrë, edhe një gjallë i ri më tha,
Më përshëndeti, tha mirëdita Xhaxhi Arifu, thash mirëdita, edhe vrapoj tha të të ndihmoj, jo thash faleminderit unë, jo tha unë s'di si ne nuk dim si t'ua paguajmë ato kënaqësi që ju na keni ofruar, që këte mund ta bëj, jo thash ti e bën e tënden me përshëndet. Mjafton që ke përshëndet. Do me thonë të kenë kujdes ndaj më të vjetrive se një fjalë shumë ka do me thënie për një njeri të moshuar, një gest shumë i vogël e bën shumë të gëzuar dhe e bën shumë një gjë të madhe për një njerëz që është mosh. Faleminderit shumë edhe një herë, faleminderit edhe juve që na keni ndjekur deri në këto momente. Sigurisht ne me podcastin e radhës dhe me të ftuarin tjetër do të takojmë përsëri javën që po vjen.